Përshëndetje të gjithëve. Sot kam kënaqësinë të raportoj drejt për drejt nga hapja e zyrës së re të ISA Robotik në Kosovë. Çka po ndodh këto? ISA Robotik është pjesë e ISA Consulting Group dhe sjell një frymë të re në krijimin e pajisjeve robotike. Në 3 deri në 5 vitet e ardhshme, ISA Robotik synon të zgjerohet për te kultive e që tashmë pjesa softverike ka të punësuar rreth 250 persona të talentuar e planifikon të angazhojë të tjerë edhe në pjesën hardverike. Ideja e ISA Robotics është përfshirja e fushës së robotikës, këtë rast hardverit edhe softverit, për herë të parë këtu në Kosovë, ku vizioni dhe misioni jonë si kompani dhe si ekip fillestare është fillimisht hulumtimi dhe me kalimin e kohës zhvillimi edhe lansimi në treg i robotëve, duke filluar nga versionet më bazike deri tek ato komplekse humanoide. Elementi kryesor që kisha me thonë që ISA Consulting si kompani e përfaqëson është që ne këtu në Kosovë, Shqipni, në rajon nuk mundemi bëjmë standet vetë, mirë po ky partneriteti në mes të shqiptarëve në Amerikë edhe shqiptarëve në rajon ka potencial të jashtëzakonshëm, veç jemi të shkutu rrit, edhe besoj që nëse shihemi mas 1 viti, 2 viteve kështu me radhë, do të shihni edhe më shumë suksese të cilat prej cilave përfitojmë edhe ne si shoqëri këtu, si edhe në nivelin global.